Kjo seancë është forcë. Është i njëjti mentalitet që bllokoi kuvendi me emrin Albulin Haxhiut. Sot jemi thirrur në një seancë e cila në thelb është e pakuptim sepse rezultatet i dim pothuajse gjithë. Fillimisht është e pakuptim sepse nuk ka njeri as në lëvizjen vetëvendosje as në Kosovë, e fatkeqësisht as vetë kandidati zoti Konjufsa që beson se mund të jetë kryeminist i vërtet e zoti Kurti zëvendës i tij. Kjo seancë është forcë. Është i njëjti mentalitet që bllokoi kuvendi me emrin Albulin Haxhiut, gjërsa Kosovës i shtoheshin problemet, thelloheshin problemet e familjeve në Kosovë, thellohej kriza e rritjes së çmimeve dhe rëndohej gjendja ekonomike në Kosovë. Rritej çmimi i energjisë elektrike, mungesë të madhe të barnave, si dhe të rinjt e familjet e Kosovës e lëshonin Kosovën. Në tërë këtë kohë bllokoi kuvendi me emrin Albulin Haxhiut. Dhe në fund, kur erdhi zgjidhja me emrin Dimal Bashës, edhe vetë deputet e lëvizjes vendosje çuditeshin çka ndodhi dhe pse hupëm kaq shumë kohë, pse kaq shumë kohë humbi Kosova. Kosova ka hyrë në një mentalitet bllokues. Dhe arkitekt i këtij mentaliteti bllokues është vetë zoti Kurti.